Kombëtarja shqiptare e futbollit ka siguruar për herë të parë në historinë e saj pjesëmarrje në play-off të Kupës së Botës, duke qenë vetëm 2 ndeshje larg realizimit të një ëndre të jashtëzakonshme për të gjithë tifozët kuqezi. Megjithse, nëse gjërat nuk shkojnë ashtu siç do donin kuqezinjtë në gjysmëfinale, FIFA i detyron që të luajnë një ndeshje që ata nuk do ta kishin dëshirë ta luanin pas një zhgënjimi të mundshëm. FIFA përcakton që në short skuadrat të ndahen në 3 mini grupe, me nga një ekip nga secila vazo, i cili do të përcaktoj emrin e 3 finalistëve të botrorit që mbahet në Europë. Më 23 mars, skuadra e vazës së dytë do të presë ndeshjen me skuadrën e vazës së tretë dhe ajo e vazës së parë do të presë ndeshjen me skuadrën e vazës së katërt në gjysmëfinale. Fituesit e 2 çifteve do të ndeshen më 31 mars në finalen e madhe për një bilet në botrorin 2026, po humbusit. Këtu ndërhyn rregulloria e FIFA-s për kualifikueset e cila parashikon se më datën 31 mars në fushë do të jenë edhe skuadrat humbëse të gjysmëfinaleve, të cilat do të përballen mes tyre në një ndeshje miqësore, një sfidë që do të zhvillohet në fushën e njërës prej këtyre skuadrave të përcaktuar që në shortin e kësaj teje. Kjo ndeshje në fakt është cilësuar e panevojshme nga shumë ekipe, duke pasur parasysh se pjesëmarrësit do të janë dukshëm të pamotivuar pas zhgënjimit nga eliminimi, por pavarësisht protestave, FIFA ka insistuar të zhvillohet me qenë se në atë dritare ndërkombëtare, ekipet e tjera në të gjithë botën do të zhvillojnë nga 2 ndeshje dhe i shërben për statistika apo qëllimet e renditjes së saj botërore.